ushtarak. Dhe vetëm ndaj objektivave ushtarak. Në momentin që ti futet edhe objektiva politik, atëherë ti ke hyrë në luftë, sepse objektiva politike janë qeveria, parlamenti, gjithçka tjetër që është politike. Dhe ti e ke shuajtur pra, në moment që hyn në këtë luftë politike, automatikisht Ukraina përfundon më së qenë shtet. Ndërsa sot Ukraina ka kapacitet dhe ka mundësitë që të mbajë shtetin me territor të humbur, po të mbajë një shtet të saj. Për këtë arsye Rusia ka hequr gjithë një dorë të hyrë në këtë luftë, po në rast se këtë radhë do të kemi, atëherë kjo do të thotë që në Rusi po fiton terren krau ekstremist, sepse në Rusi kemi një krau ekstremist dhe kemi edhe Putinin i cili nuk i përket kraut ekstremist, por që po mban këtë, por presioni më i madh i brendshëm edhe i popullatës është që lufta duhet të mbarojë. Pra ta mundim Rusin, ta mundim sepse i kemi kapacitete ta mundim Ukrainën. Ta mundim Ukrainën. Absolutisht, ta zhbëjnë Ukrainën totalisht. Dhe po fiton terren ky zë popullor në Rusi që t'i japim fund Ukrainës një herë mirë. Dhe në rast se kjo ndodh, atëherë në rast se ti godet objektivat politik, atëherë do të thënë që ka hyrë në rrugën e dhënies fund të Ukrainës. Pra, në momentin që goditet ministria, kryeministria, presidenca, parlamenti, në këtë moment Ukrainë nuk ka më. Pra Ukraina merr fund dhe nuk do të ekzistojë më si shtet. Pra Rusia po thua në moment ku merret ky vendim kemi hyrë në luftë. Në moment që bëhet kjo goditje. Në moment që bëhet kjo goditje, ka hyrë në këtë luftë. Dhe në këtë fazë mbetet pastaj se çfarë do bëj NATO. Do hyj NATO apo nuk do hyj, sepse nuk ka më ç'bën tjetër. Deri tash NATO ka qëndruar në hije duke ndihmuar Ukrainën me të gjitha kapacitetet që ka. Po pa hyrë me trupa. Në rastin që Rusia e sulmon gjithë objektivat politik të Ukrainës, atëherë NATO ka 24 orë për të marrë një vendim. Do hy apo nuk do hy? NATO nuk ka si kapacitet të hy dhe s'ka për të hyrë. Dhe në këtë moment Ukraina merr fund, pra nuk do të ketë më Ukrainë nga ai momenti. Por nuk ka drejt NATO, nuk është se Ukraina është pjesë e NATO-s. Në kuptimin që nuk po flasim për çështje drejtësie, se për çështje drejtësie nuk ka drejt asnjëri as tjetri, për çështje drejtësie, pra NATO s'ka drejt askund, Amerika s'ka drejt askund, ai tjetri s'ka drejt askund. Në këtë që po aktualisht NATO është ajo që po e mban Ukrainën në luftë. Po. Pra është duke mbajtur në luftë, është pjesëtare në këtë luftë, indirekt po jo direkt, me trupa. Në momentin kur do të kalojë në këtë fazë, po thua europianët që neve do hyjmë, do bëjmë, do ashtu do ndihmojmë, atëherë këtu ju mbetet të vendosim. Pra, po i nxjerr zbuluar në moment që kalojnë në këtë fazë, i nxjerr zbuluar europianët çfarë do bëjnë? Do hyjnë apo jo? Dhe në këtë moment tashimi që europianët nuk kanë ç'a hyn dhe do ta lëshojnë Ukrainën, pra mbaron Ukraina. Jo, tani takon Ukrainës të marrë vendimin a do godas me dron apo jo, se ky është kushti, a do ketë përpjekje për të. Nuk besoj që Ukraina do ta bëjë këtë. Nuk besoj që ta bëj këtë, për arsye se nëse e bën këtë, atëherë mbaron mënyra mundësia e gjithë udhëheqësve Ukrainës, së parlamentit Ukrainës, së qeverisë Ukrainës, të presidentit Ukrainës për të vjedhur paratë e evropianëve dhe për t'u bërë milioner me paratë e evropianëve, mbaron. Nuk kanë ç'a vjedhin më. Janë duhet detyruar pastaj të ikin e të jetojnë me ato që kanë vjedhur. Ndërkohë që Evropa ju ka premtuar edhe 19 miliardë euro. Pra këto 90 milionë euro që duhet i marrin ata, i humbasin në rast se ndodh kjo. Kështu që ata nuk kanë për ta bërë këtë, sepse ata duan të marrin këto 90 milion, duhet marrin 90 milion tjera. E qartë. Pra janë para që ata duan ti marrin, ti fusin nëpër xhepat e tyre. Po më thua pra që në rast se ndodh ky skenar do kemi të kundër përgjigje. Por që ky skenar po thua, unë mendoj që ky skenar nuk do ndodhi, pra edhe ukrainasit nuk do tentojnë fare ta bëjnë këtë gjë. Për këtë arsye sepse është hera e parë që ky kërcënim ndodhi. Derisa ndodh ky kërcënim, do të thënë që Rusia është bërë gati për një luftë totale në Ukrainë, e cila kjo luftë totale në Ukrainë do ta vinte Evropën para një dileme, të hynte apo të mos hynte. Kapacitete për të hyrë në luftë nuk ka, kështu që do zgjidhet mos hynte dhe në këtë moment NATO do shuaj, Evropa merr të fund. Drejton, ndërkohë ka edhe një lajm tjetër për Europën. Administrata e presidentit Trump ka vendosur tërheqjen e 5.000 trupave amerikane nga Gjermania. Pra, nga deri tani kemi qenë tek informacione mediatike apo burime zyrtare apo jo zyrtare, tani më jemi përballë një vendimi. Pra, Pentagoni po konsideron propozimin për të hequr me mira trupa nga Europa. Edhe kjo është një lojë mediatike që po bëhet, pra trupat do të rriqen, po trupat nuk janë vendosur për të rrequr sot. Po media perëndimore po përdor të sot për të ardhur në ndihmë gjitha qeverive perëndimore në Evropë për të justifikuar harxhimet e tyre të mëdha në fushën e armatimit, në fushën ushtarake, duke cënuar të gjitha buxhetet e tjera që i përkasin buxhetit pensioneve, buxhetit të shëndetësisë, buxhetit të arsimit dhe gjithçka tjetër, pra duke përkeqësuar jetesën e qytetarëve të saj në shërbim të kompanive që prodhojnë armatim.
sepse nuk kanë si justifikojnë dot ndryshe gjithë armatim sepse tashmë Amerika po të rreqë trupa dhe ne mbetëm vetëm. Atëherë plani për të rrequr trupa e Amerikës nuk është si vjetër, pra është bërë që vjet. Vjet Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një projekt, këtë projekt e ka bërë zëvendës sekretari i mbrojtjes të Shtetet Bashkuara të Amerikës Eldridge Colby. Eldridge Colby është zëvendës sekretar për çështjet e politikave në Ministrinë e Mbrojtjes, e luftës. Ministrinë e luftës. Dhe vjet ai deklaronte, pra bëri një projekt i cili deklaroi dhe është deklaruar vjet në prill, që Shtetet Bashkuara të Amerikës do tërheqin një sasi trupash nga Evropa që ndodhen në Evropë dhe do t'i përdorin ato për nevoja në fronte tjera ku kanë nevojë. Dhe hynë në projektin e tyre viti 2025-2026 dhe lëvizja do ndodhte në vitin 2026, pra vjet në prill është bërë deklarata dhe si vjet në prill janë tërhequr 5.000 trupat e para. Aktualisht në Evropë, Shtetet Bashkuara të Amerikës në Evropë kanë diku rreth 86.000 forca ushtarake. Në Europë, po, 86.000 forca ushtarake, të shpërndara në gjithë Evropën. Ndërkohë që me aktin e luftës të bërë në vitin 1945, mbas vitit 2025, 1945, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kongresi Amerikan ka përcaktuar që forcat amerikane në Evropë nuk duhet të bien asnjëherë poshtë 74.000 forcave. E qartë. Pra duhet të jenë 74.000 forca. Dhe këtu rezulton që kemi 12.000 forca tepër. Pra, presidenti amerikan mund të tërheqë këto 12.000 forca dhe me këtë polozën amerikan do të tërheqim 5.000 dhe ai ka thënë që do të tërheqim të gjitha këto forca që janë ekstra. Sepse për të prekur 74.000 forcë duhet vendim i Kongresit. Pa vendim Kongresi nuk mund të tërheqë asnjë ushtar nga 74.000 forca, po deri te niveli 74 mund të çojnë dhe të heqin. Dhe e vërteta është që këto 12.000 forca janë çuar në vitin 2022. Pra në vitin 2022, Shtetet Bashkuara të Amerikës në momentin që nisi lufta në Ukrainë, Bideni vendosi të çonte 20.000 forca. Atje, nëse mbani mend, vjet janë tërhequr 3.000 forca. Po, kemi diskutuar edhe në emision. 3.000 forca vjet dhe janë pjesë e këtyre forcave që janë çuar në vitin 2022. Pra nuk preket baza 74, baza nuk preket. 74 mbetet sepse e ka caktuar Kongresi dhe ato të rriqen vetëm me vendim Kongresit dhe mund të reduktohen me vendim Kongresit. Çfarë janë me 74? Presidenti mund t'i heqë dhe të vendosë si herë të dojë, si të dojë dhe nuk ka ndikim fare. Por media po e përdor Kastile këtë për të krijuar dhe për të dhënë mundësi Mercit, Macronit e të gjithë tjerëve për të justifikuar harxhimet e tyre në fushën e mbrojtjes. Vetëm kjo është. Pra nuk ka të bëjë me këtë. Është vendim i marrë edhe kjo po ta shihni jashtë. Ky vendimi që thoni kjo, urdhoni, publikuar me datë 8 prill 2025. Po. Pra është i vjetshëm vendimi. Kemi diskutuar dhe vjet, po. Është i vjetshëm vendimi. Tërheqja është bërë si vjet, po vendimi është i vjetshëm dhe janë tërhequr 5, do të rriqen edhe 5 të tjera. Po që deri te 74 apo them. Po deri te 74. Po 74-s nuk bien dot se duhet vendim Kongresi. Dritano, duke qenë se kjo ndodhi apo ky lajm erdhi menjëherë pas një përplasje të presidentit Mercit, i cili tha që Shtetet Bashkuara të Amerikës po shtërohen nga Irani, ka patur një reagim menjëhershëm nga presidenti Trump, pra Gjermania dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ndodhen në një klim jo të mirë politike, po themun më për të qenë korrekt. Jo, s'është e vërtetë. Por kjo tërheqja e këtyre trupa u lexua edhe si po përdoret politikisht dhe mediatikisht për këtë arsye, për treguar gjoja se shikon neve pse po përdoret. Edhe kjo deklarata e Mercelit me këta të tjerë është në kuadër kësaj, duhet kemi një parasysh që si Mercel, si Macroni, gjithë liderët evropian. Pra kur marr këta liderët e mëdhtë të Evropës nuk po llogaris ta tanë, kupton? Jo, dakor. Dhe gjithë ta janë argat të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Që kanë humbur edhe statusin e vasalit, pra nuk janë alat, nuk kanë qenë asnjëherë. Për vitin 1990 këtej nuk kanë qenë më alat. Kështu që deri në vitin 1992 kur ekzistonte Traktati i Varshavës, vendet e Bashkimit Evropian ishin aleate të Amerikës. Në momentin që u zhbë Traktati i Varshavës dhe mbeti vetëm Amerika, unipolariteti, humbi statusi i aleatit, u kthyen në vasal. Ndërsa sot Trumpi i ka kthyer prej 2025-s në klient. Janë klient të Trumpit. Dhe Trumpi e ka publikuar këto kur thotë që neve do ju shesim armë, pra juve do bleni armë të neve, asgjë tjetër. Kaq. Pra këta janë thjesht klient dhe nuk kanë ku blenë masi vendi dhe ja ka bërë klient me detyrim përcaktim, pra e keni kur lozim dam dikur me detyrim përcaktim, e njëjta gjë është edhe kjo. Do blesh te unë dhe s'ke ku shkon tjetër. Dhe çfarë do të deklarate? Është pjesë e kësaj loje për të justifikuar këto harxhimet e mëdha, këto blerjet e mëdha. Pra, Dritan, nuk ka një ndarje të Europës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mund të ndahet Europa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në rast se Europa ndahet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa
nuk ka sot asnjë kapacitet, sepse pse nuk ndahet? Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë zënë Europën kurth. Nga ana ushtarake është detyruar të varet dhe varet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës sot Evropa, sepse Europa nuk ka investuar as pak në industrinë e saj ushtarake dhe në nivelin e saj ushtarak dhe në forcat e saj ushtarake, nuk kanë investuar në asnjë kapacitet. Ato kapacitete që kishin kur mbaroi Traktati i Varshavës, këta kishin sasira të mëdha forcash i prishën. Pra totalisht i shkatarruan totalisht. Dhe nuk investuan më në forcat e tyre ushtarake. Amerikanët investuan në fuqinë e tyre ushtarake dhe në forcat e tyre ushtarake. Këta nuk investuan asnjëherë në forcat ushtarake. Pra janë të varur ushtarakisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për çdo gjë. Aktualisht edhe ekonomikisht nga ana e çështjes energjetike, sot janë të varur edhe nga ana energjetike nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Deri dje e këtë energjinë e kishin të pavarur nga Amerika se e merrnin nga Rusia. Dhe çfarë bëri Amerika? Futi në luftë Ukrainën, zhvilloi frontin e Ukrainës në mënyrë që të shkëpuste Evropën nga energjia e lirë që merrte në Ukrainë, sepse energjia e lirë që merrte edhe në Ukrainë edhe në Rusi e bënte të pavarur energjetikisht nga Amerika. Në moment që ti je pavarur nga ana energjetike nga një shtet, atëherë ti bëhesh i pavarur edhe ekonomikisht, dhe kur bëhesh i pavarur ekonomikisht, bëhesh i pavarur edhe politikisht. Pra, ja mbushi dhe çfarë bëri? Kur e futi në luftë e dytë ai prishi Nord Streamin, ja hodhi në erë totalisht dhe nuk ka nga merr naftë. Naftën, gazin sot duhet ta marri nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe duhet ta marri nga nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe brenda këtyre 4 muajve, nëse keni parë Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë 4 kompani amerikane, Exxon, Shell, edhe një dy të tjera, që kanë bërë marrëveshje me Evropën për të marrë gaz, për të shitur Evropës gaz dhe naftë, i cili do të vijë nga lindja e mesme, pra ai tubacioni i gazit që vjen nga gazi që do të vjedhë në Gaza, nga gazi që do të marrin në Siri, Izrael që po e vjedhin në Siri, amerikanët me Izraelin, nga gazi që po e vjedhin në Liban, Izraeli me Amerikën, do ta shtrojnë në Kipro, nga Kipro do ta çojnë në Greqi, nga Greqia do kalojnë në territorin e Republikës, në territorin ekskluziv të detit ekskluziv, cilin Rama ja fali me marrëveshjen që bëri para disa ditësh për çështjen e gazit që do marrin nga ExxonMobil, pra gazi që do nxirret nga bloku 2 Ioni, do ta paguajmë me lek neve atë, gazin ton, duke i falur Rama atyre detin. Në Rama bashkë me Berishën, që i tentuan nisi Berisha faljen e detit, po e përfundon në Rama faljen e detit, në atë det do kaloj ky tubacion i gazit dhe do shkojë drejt Italisë për të furnizuar Evropën. Dhe gjithë ato janë kompani amerikane që do bëjnë këtë. Pra sërish Amerika e ka zënë Evropën në çark dhe Evropa nuk mund të lëvizë pa Amerikën, nuk ka asnjë kapacitet ta bëjë. Po ky tubacion që do kaloj këtej, kjo është rrugë, po ka tubacioni i gazit dhe ka të bëjë vetëm me gazin, pra gazi që është këtu, do të merret i gjithë ky gazi dhe do të kaloj. Për këtë është në luftë me Turqinë, sepse Turqia duke qenë se do kalojë në Kipro, Turqia pretendon që ka pjesë të territorit detar Kipros që është turke, nuk mund të kaloni pa qenë në pjesë. Pra Turqisë nuk i intereson në aspektin se ti po ja vjedh gazin Gazës, ti po ja vjedh gazin Sirisë, ti po ja vjedh gazin Lebanit. Jo, Turqia s'do të di, Turqia do të di që ky gazi ti po vjedh, dakord, unë jam dakord ta vjedhësh ti. Por ama ti s'mund ta vjedhësh pa më dhënë edhe mua. Në rast se ndajmë bashkë, pra në rast se ti e kalon këtu dhe më jep edhe mua pjesë, atëherë vjedh dhe unë të ndihmoj për ta vjedhur. Por në rast se nuk më jep mua pjesë, atëherë nuk të lejoj ta vjedhësh. Pra kjo është koncepti i Turqisë në këtë mes. E qartë, kjo është pak a shumë. Dritan, ai di pse po insistoja në raport me këtë prishjen e aleancës vjetër Rusi, ashtu Shtetet Bashkuara të Amerikës, Europë, për shkak se po lexoja dje te Turqia Today faktin që Turqia mund të bëhet the next USA për Europën, në kuptimin që mund ta zëvendësojë Europën, plus kishte sot edhe të jeni Shafak sot që e lexova. Ideja është që Europa ka nevojë për Turqinë më shumë se sa Turqia ka nevojë për Europën, thot Erdogani. Po jo, Erdogan. Dhe nuk mund të jetë një aktor global pa Turqinë si një antar. Erdogani dhe gjithë qeveria turke ka kohë që i kanë zënë ethet e hegemonisë të perandorisë osmane dhe mendojnë se mund të ndërtojnë perandorinë osmane që ka qenë dikur atëherë në kurrizë të muslimanëve dhe në kurrizë të vendeve të muslimanëve të arab dhe atyre të Gazës. Pra këtë po mundohen të ndërtojnë. Ata nuk ka nevojë Evropa për Turqinë sot në aspektin sepse Turqia po kuptimin ushtarak, po flasim në kuptimin ushtarak, sepse Turqia sot nuk ka kapacitete ushtarake të tilla që të mbrojë veten në rast se sot do të hynte në një konflikt me Izraelin. Turqia nuk ka kapacitete që të mbrohet nga konflikti me Izraelin. Pra mund të bëjë luftë, nuk mundet nga Izraeli. Por ama Izraeli shkakton dëme masive dhe kolosale dhe Turqia nuk i ka ato kapacitete që të arrijë ta mundi Izraelin dhe të bllokojë dëmin që mund i bëjë Izraeli. Pra këto nuk është në këto. Në rast se do flasim pas 10-15 viteve po. Po në pas 10 në këtë moment nuk është atje. Është më mirë se pjesa tjetër e Evropës, por nuk është në gjendje të mbrojë veten e saj. Kurse po flasim pas 10-15 vjetësh edhe Evropa me shpenzimet ushtarake që po pretendon të bëj, ja kalon
Rusia, sepse Turqia është një vend i vogël, po gjithë Evropa së bashku me shpenzimet ushtarake që po bëjnë e kalojnë për 10 herë Turqinë pas 10-15 viteve dhe prandaj nuk ka nevojë për atë. Por ajo çfarë Erdogani po proklamon është për shkak të energjisë, sepse energjia dhe tashmë që ishin në Yerevan ata për tubacionin e Kaspikut që do të vijë dhe do të kalojnë nëpërmjet Turqisë, sepse merr gaz nga Rusia, merr 2 tubacione gazi nga Rusia dhe i shet Evropës. Do kalojë një tubacion tjetër gazi që vjen nga Kaspiku dhe atë për t'ia shitur Evropës. Për këtë arsye sot evropianët për ta eliminuar Turqinë që mos mbetet Turqia dhe mos bëhet faktor Turqia, kanë rënë dakord me të gjitha firmat amerikane, ExxonMobil dhe thash për këtë tubacionin e gazit dhe po heshtin për genocidin që po ndodh në Gaza, po heshtin për genocidin që po ndodh në Liban dhe po heshtin edhe për grabitjen e tokave në Siri dhe për marrjen dhe për zgjerimin e Izraelit, sepse nuk duan që të varen nga një shtet musliman, sepse Evropa është raciste në aspektin fetar. Pavarësisht ashtu, në kushtetutën e parë që bëri Evropa në vitin 1992, nëse keni lexuar kur u hodh në vë, ishte që pika 2 e saj thoshte rrënjët e Evropës janë krishtera. E përsëritonte, po më pas u hoq sepse u quajë diskriminim. Gjykata Evropiane e hoqi se u quajë diskriminim, po ato pavarësisht se u hoq si pikë në kushtetutën evropiane. Ajo në mendjen e tyre ka mbetur, pra rrënjët e tyre janë krishtera dhe ata, duke qenë se janë krishterë, nuk do ta varin asnjëherë veten e tyre në duart e një populli musliman siç është Turqia, sepse lufta është gjithnjë fetare. Lufta është me bazë fetare. Këtu kemi të bëjmë me një kryqëzat dhe në këtë kryqëzat ata janë me judaistët, me çifutët dhe nuk janë me muslimanët dhe nuk kanë të bërë kurrë, prandaj pranojnë çdo lloj genocidi që bën Izraeli. Me ndihmën e Amerikës në mënyrë që të bëhet ky tubacion i ri gazit dhe ata të marrin gazin nga këtej dhe mos ta marrin nga Turqia. Okej, domoni ide Turqia po mundohet të bëjë bllokimin e atij gazi që thash nëpërmjet Kipros, që ta bllokojë atje në Kipro dhe të detyrojë evropianët që të varen nga Turqia. Është projekti pamundur, po thua, sepse u nisën nga ajo që kemi thënë këtu që ka këmbësori të fortë, ndërkohë Europa ka bomba bërthamore, ka avion, këmbësori ka. F-35. Këmbësoria sa është vendi i dytë në NATO. Turqia është vendi i dytë në NATO. Po vendi i dytë në NATO në rast se i marrim vendet tek e tek. Pra duhet të kuptojmë këtë. Pra në rast se i marrim tek e tek vendet në NATO, Turqia është i dyti për nga fuqia ushtarake në NATO. Po. Ndërkohë në rast se e marrim Evropën e Bashkuar, Turqia nuk mund të jetë mbrojtëse e Evropës së Bashkuar, sepse gjithë fuqia evropiane është 750 milion banor, me 120 milion banor që ka Turqia. Pra kapacitetet ushtarake, ekonomike dhe fuqi njerëzore që ka Evropa, si Evropë, nuk mund të mbrohet nga 120. Ushtarët i ka Turqia se edhe Evropa, po të marrim Evropën e Bashkuar, e kalon sot Evropa e Bashkuar, ka vetëm Evropa, po të marrim ka diku të rreth 550.000 forca ushtarake të gatshme. Sot. Po sot. Vetëm Evropa, vetëm vendet evropiane të NATO-s kanë 550.000 forca. E qartë. Aktuale. Kështu që nuk jemi në atë. Pra nuk jemi në atë. Prandaj thash në rast se kjo s'do të ndodh kurrë, po thua. Jo, nuk do ta lejon sepse thash është çështje fetare, llogaritën gjithçka nga çështja fetare. Pra nisuni mbi atë kushtetutën e parë të Evropës, thoshte rrënjët e Evropës janë krishtera. Kaq, nuk do të pranojnë asnjëherë që të bien në duart e Kjo është ajo e Kaspikut drejtari. Kjo është ajo e Kaspikut që pretendon të ndërtojë tashmë që të kalojë nëpërmjet Turqisë nga Azerbajxhani. Që do kalojë edhe në Shqipëri? Po, që pretendon të kalojë në Shqipëri, në rast se do të pranojë Evropa ta ndërtojë pra. Në rast se Greqia do ta lejojë, se do të kalojë nëpërmjet Greqisë. Pra, dhe këtu tashmë duke qenë se Greqia po merr këtë tubacionin tjetër që po vjen. Do futet etape me fjalë. Po vjen ky tubacioni që po merr këtu, pra në rast se Greqia merr këtë tubacionin, atëherë Greqia nuk do i lejojë kalimin e këtij Kaspikut. Dhe ky është e qartë, e qartë. Pra kjo është e mbamur nëse ndodh kjo. E qartë. Pra, Greqia po jep zor të ndodhë. Kjo është përplasje politike dhe që po ndodh sot midis Erdoganit, Evropës, Greqisë dhe gjithë tjerëve. Pra çështjet detare që u veshifni këtu. Gjitha çështjet detare, dhe këto çështje detare lidhen me kalimin, kanë të bëjnë me kalimin e rrugëve të energjisë. Nuk ka të bëjë me asgjë tjetër, sepse kush kontrollon rrugët e energjisë, atëherë kap tjetrin dhe mban peng. Neve kemi falur rrugët sepse kalimi në rrugëve të energjisë do të kalojë pra ai tubacioni që do kaloj këtu, do kaloj këtu dhe do shkojë drejtim Evropës, kalon në territorin tonë, të cilin Berisha me Ramën ja falën Greqisë të territor. Dhe kjo është dëm antikombëtar që i kanë bërë Shqipërisë për 200 vjetët e ardhshme. Falën një korridor për cilën po bëhet luftë në gjithë botën. Pikërisht. Drejtan, të falenderoj shumë që të kisha si gjithmonë. Faleminderit edhe ju. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua pedagogu i shkencave politike në Universitetin e Tiranës, Klejt Këlliçi. Klejt, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Klejt, Hormuzi po mbetet, le të themi, ajo ngushtica ku po prodhohen të gjitha incidentet e mundshme. Së fundmi
ka patur njoftime që nga këto paktët garda revolucionare ka njoftuar që është goditur një destroyer amerikan. Nga ana tjetër, kemi njoftime që vinë dhe thonë që këto janë zyrtare, dhe kemi Ministrinë e Mbrojtjes së Emirateve të Bashkuara që janë lëshuar disa raketa balistike mbrëm dhe dron edhe drejt Emirateve të Bashkuara. Ndërkohë armëpushimi është në faza delikate, nuk e di a do të mbaj a do të mbaj gjatë, sepse jemi në momente shumë delikate. Si i vlerëson këto zhvillime? Janë zhvillime të cilat nuk parashikojnë asgjë pozitive, por edhe janë zhvillime të cilat edhe testojnë edhe forcën e palëve në terren. Praktikisht nyja gordiane të gjithë përballjes amerikano-iraniane është ngushtica e Hormuzit. Dhe kapaciteti i Iranit për ta mbajtur të bllokuar dhe pastaj kapaciteti i Shtetit Bashkuar për të pasur mundësi për ta hapur. Për të garantuar lëvizjen dhe kalimin e lirë të mallrave dhe mjeteve detare. Natyrisht që në avantazh Irani ka një avantazh shumë të rëndësishëm për shkak pozicionit në geografik. Edhe për shkak të mënyrës se si e ka ndërtuar ose më saktë e ka parashikuar ngushticën e Hormuzit si pikën e nxehtë të një përballje të mundshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Irani nuk fiton dot një luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, e vetmja mënyrë se si mund t'i dëmtojë ato është nëpërmjet mbylljes apo bllokimit të ngushticës